Në skajin më të ftohtë të planetit, mes akujsh që nuk ka ndryshuar prej miliona vitesh, ekziston një fenomen që duket si marrë nga një film horror. Kjo është Blood Falls, ujvarat e gjakut, një ujvar e kuqes si gjaku, që del nga një akullnjë në Antarktik dhe për dekada ka hutuar shkencëtarët. Uji nuk është gjak, ngjyra kuqe vjen nga hekuri i oksiduar, një reakcion i ngjajshëm me ndryshkun. Uji që del nga akulli ka qëndruar i mbyllur prej rreth 2 milion vjet, pas një kontakt me oksigjenin jashtëm. Kur takon ajrin, hekuri oksidohet dhe merr ngjyrën e kuqe. Thellë nën akullin e trash ekziston një liçen i fshehur, i izoluar nga bota që nga epoka e akullnjave. Ai është i mbuluar me minerale, krip dhe mikrob të ralla që kanë mbijetuar pa dritë, pa oksigjen dhe pa ushqim të zakonshëm. Shkencëtarët kanë zbuluar se në këtë ujë të kuq jetojnë mikroorganizma shumë të vjetër, të cilët arrin të mbijetojnë duke përdorur minerale të hekurit dhe të sulfurit. Ky zbulim tregon se jeta mund të ekzistojë edhe në kushte ekstreme, madje edhe në planetë të tjerë. Blood Falls i ndihmon studiuesit të kuptojnë se si mund të jetë jeta në vende si Mars apo hëna e akullt të Jupiterit. Nëse mikrobet mund të mbijetojnë në akullin e Antarktidës, ato mund të zhvillohen edhe në botë të tjera të ngjashme. Ujvara kuqe është një nga fenomenet më të pazakonta dhe të frikshme natyrore në tokë, një kujtesë se planeti ynë fsheh ende sekrete që nuk i kemi zbuluar të gjitha.